Vllaznia ka zyrtarizuar drejtorin e ri sportiv. Vjoresin Sinani është vendosur në këtë detyrë teksa ju prezantua nga vetë presidenti i klubit Alban Xhaferi. Një gjë e tillë u bë e ditur edhe në faqen zyrtare të klubit, ku shkruhej: Klubi futbollit Vllaznia bën të ditur se drejtori sportiv i klubit do të jetë zoti Vjoresin Sinani. Suksese në detyrën e re, legjenda Kuçeblu, shkruaj në njoftimin e klubit për emërimin e Sinanit në këtë detyrë. Tashmë, Sinani, në bashkëpunim me trajnerin Edi Martini, do të nisin menjëherë nga puna për ndërtimin e skuadrës së sezonit të ri. Kontributet e Sinanit si një ish sulmues i Vllaznisë, po ashtu edhe si zëvendës trajneri i ekipit të parë, dihen tashmë dhe me sa duket emri i tij ka bindur presidentin Alban Xhaferi për ta zëruar më në fund këtë çështje. Vjoresin Sinani është një nga emblemat e klubit shkodran, njëkohësisht golashënuesi më i mirë i historisë, por edhe i kampionatit shqiptar. Tashmë Sinani do të marrë përsipër një detyrë të re, pikërisht atë të drejtorit sportiv. Ish sulmuesi i cili ka qenë pjesë e stafit teknik të Kuçebluve në vitet e fundit, kthehet në një pozicion që e ka mbajtur disa herë për periudha të shkurtra të Kuçeblut në të kaluarën, por tashmë i besohet kjo detyrë e rëndësishme në një periudhë tranzicioni ku do të ketë shumë lëvizje. Ndërkohë që në ditët në vijim pritet të zyrtarizohet edhe stafi me të cilin do të punojë Edi Martini te Vllaznia, teksa roli i zëvendës trajnerit do t'i besohet sërish Ergji Borshit.